Allahun xhalla xhelaluhu. المحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء. Kujdes të veçantë ndaj dhikrit të mëngjesit dhe dhikrit të darkës. قراءتها بيقين وتدبر في المعنى. Të lexohen me besim dhe me siguri dhe njeriu të ketë besim kur t'i lexojë. الصدقة لها شأن عجيب كما قال ابن القيم وغيره. Thot sadakaja, lëmosha, ajo thot ka të bën çuditëra me shpresën e Zotit xhalla xhelaluhu. يغفر الذنب ويدفع غضب الرب. I falen gjinohat njeriu dhe njeriu largon prej vetes tij i dhërimin e Zotit xhalla xhelaluhu kur jep sadaka. الصدقة تهلك الأعداء. Sadakaja shkaton armiqtë e njeriu. يشفى المريض من أي مرض بإذن الله. Shërohet i smuri nga çdo lloj sëmundje me shpresën e Zotit xhalla xhelaluhu. أحد الإخوة الذين كان صلبا في دينه يقول لي تسلطت علي ملكة من ملوك الجاهلية. Thonë, njëri për vëllezërve që ishte shumë i fortë në fenë e tij. Thonë, do t'rregon më shejt, thonë, kisha përdet në thonë, kisha hyrë një gjë që ishte një mbretëresh prej mbretëreshave prej perrive. وكانت تحاول أن تؤذيه وما تستطيع. Thonë, mundohej që ta dëmtonte, po nuk e dëmtonte dot. فبعد أن يئست منه قالت ما وقف أمامي أحد إلا أنت. E kur I humbi shpresat prej tij, I tha, "Gjë, prej meje s'ka shpëtuar asnjëri përveç teje." ولولا الشيء الذي في يدك اليمين تقبض عليه لأهلكته. E sikur mos ishte ajo gjë që ki ti mang gjithmonë dorën e djathtë, unë ty do të kisha shkatruar. فقلت لها ما هذا الشيء؟ قالت تركتني وذهبت. I thash to, çfarë është ajo gjë që më thon në të djathtën time që nuk e lej? Iku, u largua. ثم عادت بعد زمن وأيضا تريد تؤذيه وما استطاعت. Erdhi mas një kohë gjatë po, dhe deshet të dëmtonte përsëri, por nuk mundi. فقالت له لو تترك هذه الصدقة التي تتصدق بها دائما لأهلك. Më thanë që ose ti do ta lësh sadakan që ti jep vazhdimisht, unë ty do shkatërroj. أمور كثيرة في أمور العلاج يعني ما نستطيع أن نحصرها، ولكن الشيء الذي أردت أن أقوله يعني لإخواني هنا أن لا نستعجل على الله سبحانه وتعالى. Po vëllezër, shumë gjëra që kanë bërë shërimin, po ajo gjë më e rëndësishme është vëllezër që ne mos të ngutemi në Allahun xhalla xhelaluhu. ولا نعلق قلبنا بأي أحد. E mos të lidhim zemrat tona me askën për njerëzve. صحيح نذهب عند الراقي هذا يقرأ يساعدنا في هذا الشيء، لكن أنت كرب الأسرة ماذا صنعت في البيت؟ للأسف الشديد يأتي بعض الإخوة وزوجاتهم ويكون الأخ ملتزم وزوجته ملتزمة، يأتي يذهب عند هذا الراقي هذا، تقول له أنت ماذا قرأت؟ يقول والله يعني أنا ممكن في اليوم أقرأ نصف ساعة. Thot, problemi është të njerëz, shkojnë për lexues filon që filon lexues kështu me radhë. Problemi është të pyet valla, mund të jetë i kap me fe, kur ti e ka po ti për vetë çka ke bë. Kam lexuar qësore Kur'an. يعني هذا الراقي ممكن في اليوم يقرأ 6 ساعات أو 8 ساعات على فلان وفلان وفلان وفلان، وكلهم ليس هو المريض، هم المرضى من أجله. أنت من أجل أهلك أو من أجل قريبك ما تقرأ 6 ساعات في اليوم. Subhanallah, lexuesi do të lexon dikujt ti qësore, ti orë, ti orë, I shkon 6 orë, 7 orë, 8 orë ditë. Po ti për fëmijën tat, ti për gruan tat, ti për robën tat, nuk do ta vash. Ai s'ka asgjë për vete, ai është në rregull për vete, lexon për njerëzit e tjerë. Po ty nuk din se fëmia, nuk din se nëna jote, baba jote, familja jote, dashuria. بعضهم يقول قراءتي لا تؤثر مثل ما يؤثر الراقي. Në njëri do të gjë, se nuk ndikoj ashtu siç ndikon ai që merret me lutje. نقول له نعم لأنك تقرأ 5 دقائق أو 10 دقائق. I themi posa ti vetëm 5 minuta ke, 10 minuta, لكن جرب ذهب 3 أيام فقط يجلس يقرأ 4 ساعات يوميا سترى كيف يخاف منك جدا. Po, I themi këtij njeriu, lexoj 4 orë ditë smurit tat, 3 ditë boje lutje. Jo më shumë, 3 ditë. وسترى كم تبقى معك الحالة وكم سيتعدل الحالة وكم ستشفى من الحالة. Edhe ke përpamje fjalë se si do të bëhet mirë I smurit, sa do të trembër për te gjini dhe gjith, edhe sa njerëz kanë të shurën dorën tate me shpresën e Allahut xhalla xhelalu me lejen e Zotit. بعضهم يقول أخاف على نفسي من هذا الجن. Dikush thot kam frikë për gjinin. نقول إذا أنت تحب نفسك أكثر ما أنت تحب زوجتك. I themi ti do më fort vetëm tata apo do gruan tata. لابد يكون هناك إنصاف. Njeriu do të ketë drejtësi. إذا سبقت أنت ستجد زوجتك واقفة بجانبك. Të jesh I sigurt se nëse ti ke probleme, gruaja jote do të rritë për krah teje. وستجدها تقرأ عليك وهذا يحدث عندنا. E do ta gjesh gruan tate që do të lexojë ty pa ndërprerje. ولا يهمك تقول ماذا يحدث خلاص. Thonë shkreta, banë çfarë. فتخيل بالله أن الله Si e سبحانه kam وتعالى papurin tim.
فتخيل بالله عليك أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك وأنت صاحب المشكلة وما تفعل في هذه المشكلة شيء فكيف تشفى؟ Ti që ke probleme për vetën tande zbazë gjallë, çfarë shërimi kërkon? Me ta shohë Allahu që dëshiron robën e tij në këtë gjendje. اذهب عند هذا الرب واذهب هنا وفي البيت أنت تقرأ كمان. Shkon, s'ka problem. Por se ti në shpitale duhet të kesh program leximi. وستغفر بإذن الله تعالى. Edhe të ta shohësh se cili është dallimi në shpresën e Zotit xhalla xhelalu. لا أريد أن أطيع عليكم ولا أريد أن أخوض في مسائل السحر أكثر وكثيرا من سيرة الله تعالى. Po vëllezër tonë po mjaftohen me kaq me shpresën e Zotit xhalla xhelalu dhe nuk do të ndalem në detajet e kësaj pune, edhe do të mjaftohemi me pyetjet inshallah taala. وبنزل صوت إن شاء الله تعالى نشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على تعبه وإكرامه لنا بحضوره في هذا المسجد وإن شاء الله تعالى نحن على موعد آخر مع الشيخ وبنزل الشيخ نسباري فلندرين dhe I themi me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën, Allahu ta shpërblet më të mirë që na nderon me ardhen tënde në këtë xhami. E me shpresën e Zotit, unë do të sjell sot disa pyetje, e shehu na ka dhënë fjalën, na ka premtuar me ftyrë e pasorit është këtu, na ka premtuar që do të vi herë tjetër prapë, do të trajtojmë çështjen e syut, e mësyshit dhe shërimit për mësyshin, dhe do të kemi një ditë veçantë ku shehu ka sjell diçka të përgatitur do të fotografuar, ne do ta vendojmë me një conë të bardhë për të parë që inshallah dhe shehu do të bëjë komentin. Pra shehu do ta komentojë dhe do të kemi pra një ditë do ta kemi për syun, për të bërë mësysh dhe si bëhet shërimi, dhe një ditë tjetër do të jetë vetëm pyetje e përgjigje. Domethënë çfarë pyetësh na vjen gjatë kësaj kohe, unë do t'i mbledh, do t'i rendis, do t'i përkthej gjuhën arabe në mënyrë që mos na hajnë kohë, edhe t'i japim përgjigje, do të thonë t'ia bëjmë pyetje të shehut inshallah shpejt e shpejt. Kështu që kemi edhe dy net të tjera me shehut, nuk e kemi përcaktuar, por se do të jetë inshallah taala kur na lajmëroj shehu, unë do t'i lajmëroj juve një ose dy ditë përpara. Sot inshallah taala po sjellim disa pyetje, se edhe shehu nuk do ta lodhim shumë. Dhe jepun e saj të gjen pyetje shqip kur personi është në gjumë dhe I vjen dikush e ka fort nga fryti dhe don të mbyt ose I thon ti je e imja. يقول شخص في النوم يعني يأتيه ويمسكه يعني يمسكه من عنقه يكاد يخنقه أو يقول له أو يقول لها يعني أنت لي فماذا يقول هذا يدل على المس العاشق. Kjo tregon se është një lloj magjie që quhet magjia e prekjes. Kjo është një lloj prekje xhinsh që quhet prekja e dashurisë e ishkut. Po pyetja tjetër, është një fëmijë 4 vjeç. Prekja xhinsh e ishkut, dashurie. Thot, është një fëmijë vajzë 4 vjeç deri në moshën 2 vjeç ka folur normal. Mbasi ka mbushur moshën 3 vjeç, ka filluar t'i merret goja, përsërit 5-6-7 herë një fjalë. Përsëritja është shumë e zgjatër. Tekuna bint Sabira Muharra Sanawat. إلى عمر 2 كانت تتكلم عادي يعني. ثم لما بلغ 3 سنين بدأت يعني تتعثر في الكلام، الآن تكرر كلمة واحدة 5 6 7 مرات وتطيل في الكلام. طيب يعني هذه الإصابات التي هذا مشكلة نحن ما نحسن أبناءنا. Vëllezër, kjo lloj sprove se ky rast në fjalë është se ne nuk I ruajmë dhe nuk I mbrojmë fëmijët tanë. والشخص ليس الصغير فقط حتى الكبير معرض للإصابة سواء بالعين أو بأذى الشياطين. Vëllezër,
Kjo nuk është vetëm çështje syju, po mund të jetë edhe goditje nga xhin, nga shejtani. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحصين الأطفال وكان يحصن الحسن والحسين. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar që të mbrojmë dhe të ruajmë fëmijët tanë dhe pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam i kërkonte mbrojtje Zotit xhelal për fëmijët e tij Hasan dhe Husain radhiyallahu anhuma. وآخر ما كان يحصنهم به المعوذتين. Mbylli mënyrën e kërkimit të mbrojtjes Zotit xhelal për fëmijët e tij me dy surat e fundit, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas. مثل هذه الحالة إن كانت البنت في حال السنتين كانت فصيحة والناس دائما يتكلمون يقولوا هذه فصيحة غالبا تكون أعراض العين. O vëllezër, nëse fëmia flet në moshën 2 vjeçare dhe pastaj fillon i merret goja etj dhe rronte për folën, nëse flet mashallah sa nuk ka mashallah, falë, ishte për ne. Thonë se flet, zakonisht e ka për sy. وتعامل بعلاج العين وهذا سنذكره في العين لأنه يطول الكلام فيها. O vëllezër, këtë do të trajtojmë në këtë rastet e tilla të ngjashme, ne do t'i trajtojmë në mësimin që do të kemi efikas për syun dhe për ngrënë sysh. E por doktor muslime, ta përmend shqipe. E kur është një motër muslimane që ka abortuar 4 herë, doktorët u japin asnjë lloj shpjegimi, a mund të jetë kjo magji? Te kur janë është ka dhënë arba marrat, te kur nuk e di nada, sërë ولا تماما كنا بجواب. طيب هي ما وضحت لنا كثير. Kjo mund të thotë nga ka shpjeguar shumë gjëra. لكن يكون فرق بين العين والسحر. مثلا امرأة أول ما تزوجت حملت ثم سقطت فهذه تدخل بين العين أو بين السحر. Në fakt po kjo është një çështje që duhet sqaruar mirë, sepse kjo mund të jetë magji, po mund të jetë mësysh. Pra nëse femra për shembull martohet dhe më një herë mas martesës mbetet shtatzën dhe pastaj aborton, kjo thotë mund të jetë sy dhe mund të jetë magji. هذا تحدده القراءة. Këtë e përcakton leximi. وامرأة أخرى مثلا حملت أول واحد وثاني واحد وكانوا متتابعين هكذا ثم حملت الثالث فسقطت هذا غالبا يكون عين. Ose për shembull thotë një grua ka kaluar shtatzënin e parë e kaluar në Arabi. ما يستطيعون يقرؤون سورة البقرة، هل يمكن يقرؤوها باللغة الألبانية أو يقرؤون المعوذتين؟ يقرأ المعوذتين وآية الكرسي لكن يكرروها كثير. وإذا قرأ إذا يعرف مخارج الحروف. Unë pyeta shefun i thash po nëse lexon latinisht me kushtin që personi të di vendaljet e shkronjave, tha po mirë. Një pyetje tjetër thotë si mund të ruhemi nga magjia kur s'kemi mundësi a kushte të ruhemi, sepse unë jetoj thotë në një familje të madhe. تقول كيف نحصن انفسنا من السحر ونحن ما نستطيع. مثلا تقول مثلي انني اعيش بين عائله كبيره جدا. الله اكبر من هؤلاء كلهم. Thonë përgjigja dhije thotë se Allah është më i madh se sa familja e madhe që keti. A quhet gjunafçar thotë nëse dyshon tek dikush për punë sysh ose magji, edhe pse i dyshuar se është i tillë, edhe si duhet të ruar në këtë rast. يقول هل يأثم المرء إذا شك في واحد أنه أعينه أو أنه سحره مع أن ذلك قد لا يكون صحيحا؟ هل ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ لا يأثم في هذا إذا ما تكلم وقال فلان سحرني. Njeriu nuk merr gjuna në këtë rast nëse nuk shprehet, nëse nuk flet. الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع العين حينما سقط الصحابي قال هل تتهمون فيه أحد؟ Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastin e atij sahabiut i cili u sigurt doktora e tij se e kishin ngrënë sysh, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, a dëshoni tek ndonjë njeri? قالوا نعم فلان فلان. Edhe tha sahabët dëshojnë tek filani, mori abdes, u laj smurin dhe u shërua me shpresën e Zotit xhallal xhelalu. Thot nganjëherë nuk bien dakord për çështje të ndryshme familjare me bashortin. A është kjo shenjë magjie si duhet vepruar? تقول أحيانا يعني هناك خلافات بين الزوجين ما يعني أحيانا حتى ما تجد حل يعني. هل هذه يعني علامات من علامات السحر ما والله يعني نحن كنا نتمنى يكون الوقت أطول، كنا يعني نريد محاضرة في تعامل الرجال مع النساء وتعامل النساء مع الرجال. Do të dëshirojmë që të ishte një ligjare të veçantë se cilët burrin me gruan dhe gruaja me burrin. Po alhamdulillah, kjo është po.
ليس معنى أني أتحامل على النساء شيئا، ولكن نقول للرجل اتق الله في زوجتك، ونقول للزوجة عليك أن تطيعي زوجك مهما فعل. Jo se nuk duhet ngarkoj njërën prej palëve thotë në problem, po ne I themi thotë, burrave që friksojnë e Allahut në gratë tuaja, friksojnë e Allahut në gratë tuaja, dhe I themi grave, bindjën I burrave tuaj. إذا حدث هذا لن تكون مشاكل. Në shpresën e Zotit nëse do zbatohet kjo porosi, nuk do të ketë probleme. أما بالنسبة للسحر فالإنسان يستطيع أن يحدد، تجلسي أنت وزوجك تقول نقرأ سورة البقرة سويا صفحة بصفحة مثلا، أو تشغل سورة البقرة وتجلس تسمعوها. إذا شعرتم بأعراض معينة حرارة رعدة رعشة أو كذا نقول قد يكون هناك في إصابة، ولكن لو استمرتم على قراءة سورة البقرة ستنتهي المشاكل. Ju mund boni një provë. Ti bashkë me bashkëshortën tënde ose ti bashkë me bashkëshortin tënd filloni të lexoni surën al-Baqara. Nëse ka shenja dhe probleme do të thotë se ka diçka. Ose të veni surën al-Baqara. Nëse ka probleme dhe shenja do të thotë se ka diçka. Si duhet vepruar kur të ndodh një fatkeqësi? Personat që kanë këtë sprovë me çfarë I këshillon? Gjithë mësime për këtë punë ishte. يقول الناس الذين ابتلوا بمثل هذا الابتلاء بماذا ننصحهم؟ نعم صحابهم هؤلاء نصحهم مثل ما نصحناهم في الدرس أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى اختار لهم هذا النوع من البلاء واختار لهم هذا النوع من التشريف في البلاء. O vëllezër, mësimi ishte pikërisht për këta që janë sprovuar me këtë sprovë dhe këshillat ishin mjaftueshme, por sa që është më rëndësishme është që ato të lidhen fort me Allahun xhallahu xhelal. أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى قد لا يصيبك ولا شيء. E ta di se kjo është një sprovë që don Zoti me të not ty. A nuk je ti I sigurt se po dojë Allahu mos notë kjo gjë nuk ka pas për not? Po Allahu Allahu xhallahu xhelal që ka not kjo. هو اختار لك هذا النوع من البلاء. Allahu ka zgjedhur për ty këtë sprovë. وكتب عليك أن تبقى في البلاء سنة شهر سنتين. E Allahu ka shkruar dhe sprovuar ty që kjo të zgjasi një muaj, të zgjasi 2 muaj, të zgjasi për një kohë caktuar. Don Allahu xhallahu xhelal. من أكثر من يحبك غير الله سبحانه وتعالى؟ Kush mendon ti se don më fort se sa Allahu xhallahu xhelal? من أكثر حرصا عليك في هذه الدنيا غير الله سبحانه وتعالى؟ Kush është më I vëmendshëm për ty se sa Allahu xhallahu xhelal? ما في. S'ka. ولا أمك ولا أبيك ولا أي أحد. As nona, as baba, as njëri nuk mund të jetë me ty siç është Allahu me ty. الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة جعل منها رحمة واحدة في هذه الأرض يتراحم بها الناس ويتراحم بها الوحش والطير وهؤلاء، وادخر عنده 99 رحمة. Fallëndezër, Zoti ka 100 mëshira, një ka zbritur në botë. Kjo mëshira e Zotit është ajo që mëshiron nona fëmijën e vet, baba fëmijën e vet, kafshët që mëshirojnë veçlit e tyre, zonjë që mëshirojnë veçlit e tyre. Kjo është një pjesë e vogël e mëshirës së Zotit, po mëshira e Allahut për robën e tij. A mund të rritet, a mund të matet, nuk mund të matet kur. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة رأى امرأة جاءت وأخذت طفلها وترضعه وهي تضمه إلى صدرها، فقال أرأيتم هذه المرأة وكيف رحمتها بصبيها؟ قالوا نعم. قال أتظنون أن هناك أحد يكون أرحم بها من هذا الطفل؟ قالوا أرحم بها بطفلها؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبده من هذه المرأة بطفلها. Thonë pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam pa në një rast në nënt që po jepte gjithë fëmijës vet dhe kishte stërguar fëmijën në gjinin e vet shumë fort gjatë. Tha pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam, a mendoni se mund të ketë ndonjë që mund të jetë më e mëshirshëm apo më e mëshirshme për këtë fëmijë se sa kënon me fëmijën e vet në këto çaste? Tha në pejgamberi Zotit s'besoj se mund të ketë ndonjë që të jetë kaq I mëshirshëm me ndokën se kënon me fëmijën e vet. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasha Zotin Allahu është më I mëshirshëm me robën e vet se sa kënon me fëmijën e vet në këto çaste. فلا تحزن. Që mos të dëshpëro, mos të trishto, mos të rëzit. أيام وقد انتهت في هذا البلاء وسيبقى أيام وستنتهي هذه الأيام، وإما جنة وإما نار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل الجنة. Thotë o vëllezër, ditë sprova dhe pastaj do të ketë ditë mira, po pastaj mos harrojmë se do dalë këtë botë
përfundimin në xhenet ose në xhenem, nëse Allahu na bëjë gjithë për banorëve të xhenetit. Thotë unë më parë në ndër sikur erdhën disa krijesa për jashtë të përtisnin se donin të fusnin dhe donin të fusnin brenda. Unë mundoja të lexoja për kosmundja. يقول رأيت في المنام أنني يعني أن جاء الناس يعني غير الناس جاء خلق يعني خارج البيت وكانوا يريدون أن يدخلوا في البيت وأنا كنت أحاول أقرأ سورة البقرة وأنا في المنام فما كنت أستطيع. ما أقول له لا بد أن تحاول تقرأ سورة البقرة. Atëherë I themi lexoje surën al-Baqara وأنت يقرأ. Duke qenë I zgjuar وإذا ما يستطيع يشغله في شيء. Nëse nuk ke mundësi vë një kaset të surën al-Baqara. Kam një fëmijë 11 vjeç dhe duket sikur është 20 vjeç, smuret 3 herë në muaj me temperaturë. Mjekët nuk japin përgjigje. يقول عندي طفل عمره 11 سنة يقول كأنه 20 سنة يمرض 3 مرات في الشهر بالحمى والأطباء ما يقومون بالجواب. أكثر هذه الأعراض Shumica e këtyre shenjave janë shenja smundje. Janë shenja syru, të ngrënë në sysh. Kur hafidh al-Bari azza wa jalla fadilat al-Sheikh idha wajadtu fi يقول إذا وجدت في نفسي تعب وملل بقراءة الرقية هل هذا من علامات السحر؟ Thot pyet si shejkhut, Allahu të shejkh thot, nëse gjejnë vetëm time thot shenja lodhje ose veneritje gjatë leximit të rukjes, a është ky argument se unë kam magji? قد يكون علامات السحر قد يكون علامات المس قد يكون علامات العين. Kjo mund të jetë për shenjat të magjisë, prekjes ose të ngrënit në sysh. Nëse njeriu shpesh në ëndër magjistar në situata të ndryshme, sikur përpiqet të bëj keq dhe përpiqesh të mbrohesh me dhikr apo qoftë edhe me trup, a mund të merret kjo si argument që ti ke magji? A mund të jetë kjo për shejtanin, theksoj se kam shumë të afër prej shpirtlikëve. يقول إذا الشخص رأى في المنام أن الساحر يعني ساحر الماء في حالات مختلفة يقول وأنا أحاول أتحصن منه بذكر الله عز وجل أو أحاول أن أتحفظ منه أن أهرب بجسدي وكذا. يقول هل هذا دليل أن الشخص قد يكون مسحور؟ قال شو مصيب Po shejh thot, shejh për lexoj arabisht, po kështu për të shqip direkt. Po shejh thot kam parë ty thot në gjumë sikur po lexohet mua thot surën al-Ikhlas. Edhe surat të tjera pas saj. Ti lexosh edhe prej veshëve të mi doli diçka nuk e di se çfarë ishte ajo. Çfarë është përgjigjja e Zotit të Ruajt? Porositë që të lexoj sa më shumë surën al-Ikhlas. سورة الإخلاص عجيبة في علاج الإخوان وخاصة بذكر الإنسان معه. O vëllezër, suratul Ikhlas, kush është suratul Ikhlas? Qul huwallahu ahad. O vëllezër, sura e Ikhlas është e çuditshme në shërimin e magjive. Sidomos për ata njerëz që kuptojnë kuptimet dhe domethënien e kësaj sure. Thot gruaja ime në javën e 3 ose 4 javësh të shtatzanisë fillon të çante pa e ditur pse. Si e shpjegon? Kur زوجتي في أسبوع الثالث أو الرابع من الحمل تبكي ما نعرف السبب يعني ما تفسير ذلك. أيضا لابد أنه أول حمل ولا حمل الآن. Ka nevojë për të sqaruar më shumë kjo pyetje është e para, çfarë shtatzania është. لكن غالبا العين. Por në përgjithësi sy. Bëhet fjallë për një dea 13 vjeç ai bën sjellje çuditshme të tjera zakonshme. Për shembull, në rast se I kruhet trupi fillon të qaj shumë të shtueshëm, frikëzohet shumë, sidomos nga veturat. Kur kalon në një veturë tremet shumë dhe mundohet të largohet sa më larg. Gjithashtu frikëzohet edhe në gjumë.
Ndonjëherë kur vdes dikush ai e vajton dhe e thirr me emër të vdekurin, i mbyll syt, i hap shpejt. Këto janë disa nga simptomat e tij. Ky djalë është brenda xhamit të mia. Faleminderit. Thot يقول هناك ولد عمره 13 سنة يقول يعني يعمل حركات وأشياء عجيبة يعني يقول مثلا إذا بدأ يحك له الجسد يبدأ يبكي ويبكي بكاء يعني بكاء يعني عجيب يعني يقول يخاف من السيارات إذا مرت السيارة يذهب بعيدا يقول كذلك يخاف في النوم كذلك إذا مات واحد يبكي كثير ويذكر اسمه يغلق ويفتح عينيه يكون هذه بعض علاماته وهو موجود في المسجد. أيضا ما وضح لنا هذا قد يكون عنده حال نفسي قد يعني لا نجد هذا لكن يعني ما وضح لنا هذا القصة كاملة. Thot, nuk është sqaruar fort mirë thot, po mund të jetë simptom psiqik, domethënë çështje nervore, mund të jetë diçka tjetër, nuk është sqaruar domethënë sa më kuptuar mirë domethënë. Kur imratun një grua shtatzën ka parë në ëndër që një gjarpër e ka ndjekur dhe ka kafshuar. Imratun hamil apo vazhdon pyetjen? Sual tawil marrë sa në vënën për në intatë. Më pas të fëmija ka lindur, prej saj ka lindur me probleme të mëdha në zemër dhe çrregullime të mëdha për të cilat duhet disa operacione për të rregulluar zemrën e fëmijës. Gjithashtu gruaja dhe burri kanë ftohje me njëri tjetrin, e duan njëri tjetrin. Çfarë na këshillon? Mund magjia të jetë prezente akoma? Shënim kjo familje e kapur në fenë e Allahut që të shërbejë fëmijët e tjerë kanë lindur shëndosh. يقول امرأة حامل رأت أثناء الحمل أن حية تسعى خلفها ثم لدغتها ثم يقول الولد لما ولد وهو عنده مشاكل في القلب يقول يحتاج لإصلاح قلبه عدة عمليات يقول كذلك الزوج والزوجة يعني شيء عندهم شيء من البعد فيما بينهما يقول هل قد يكون السحر هذا أيضا بأن هذه العائلة كلهم متمسكون بدين الله عز وجل والأولاد الآخرون سالمين. أعراض الرسالة من مسألة رؤية الحياة ورؤية الحيوان أو كلب إذا عضه أو لدغه هذا علامة الإصابة يعني علامة مس الشيطاني. بس هل هذا المس بسبب سحر أو عين؟ هذا تحديد القرار. Kjo shenjë është shenjë prekje gjinç, pa është prej syru, apo është prej magjisë, këtë e përcakton leximi i Kuranit. Lexuesi i Kuranit, kur i thon për magji, dhe për sysh e fut dikohet personin dhe e përcakton. Pra, është çështje që është aty në njerëz që merren me punë. Kur një burr dhe një grua janë në magji, nëse shohet njëri, magji është prishur, إذا كان السحر يعني للزوجين، إذا شفي أحدهما من السحر، هل معنى ذلك أن السحر فسد؟ بعض الأوقات يكون السحر على شخص واحد كأن يكون مثلا فلان عمل له سحر حتى يعني يعود يتزوج مثلا امرأة فيكون السحر عليه وبعض الأوقات يكون عليه وعلى زوجته فهذا يظهر مع العلاج إذا شفي إنسان يكون انتهى إذا آخر ما شفي يعرف أن هذا شيء Thonë kjo kthehet mbas kënimit dhe shërimit. Nëse s'kan më probleme të dy, kur shërohet njëri do të thotë se ka qenë problemi vetëm në një. Nëse shërohet njëri dhe vazhdon problemi tek tjetri do të thotë se vazhdon problemi. Jam një motër muslimane, më kanë bërë magji dhe kam pasur probleme gjatë shtazanisë. Dhe vajza që kam lindur as nuk flet, as nuk dëgjon. A kanë bërë për probleme që kam pasur unë nga magjia? Unë vetë kam bërë rukje dhe janë më mirë. Gjindi që kam pasur në trup, ka folur gjatë rukjeve dhe ka thënë se goca ka 3 gjindë në trup. Vajza është 7 vjeçë, shekë ndëruar për mund të mund të bëj për vajzën, a mund të më vini një takim për shërë muslim. تقول أنا أخت المسلمة سهرون لما كنت حامل. تقول والولد
بنت لا تتكلم ولا تسمع، هل هذه لها علاقة بالسحر؟ أم أنا نفسي رقيت نفسي والآن أنا جيد. الجن تكلم في جسدي وقال لي أثناء الرقية أن بنتي لها 3 جان في جسدها وهي الآن عمرها 7 سنين. يقول ماذا أفعل بالبنت؟ Po modër duhet me i lexu fëmijës shumë, edhe duhet me i fry shumë, edhe duhet me i fry, pra lexim edhe fryrje. Edhe thot duhet me fërku me i bo masazh me vaj të kënduar, pra vaj i kënduar me rrugje, edhe duhet me i bo, domethënë me fërku shumë, domethënë trupin e saj me fërku mirë, domethënë me i bo masazh me vaj të kënduar. Ta fërkoj 7 deri 10 herë në ditë. E me shpresën e Zotit ka përparë rezultate të mira. Nuk ka mundësi të plotësoj pjesën tjetër të fëmijës. I nderuar shef, a lejo që t'i shajmë ose t'i përbuzim tëheqet kur vizitojmë me njëri tjetrin, ose magjistar, ose varret e mira gjithashtu. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لنا أن نسب الزاويات أو لما نتكلم فيما معنا فيما بيننا أو القبور هذه التي تعبد من دون الله أو الصحراء أو القبور أو الأماكن الطيبة، هل يجوز مثلا نسبها فيما بيننا ونستهزئ بها إلى غير ذلك؟ والله نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الطعام ولا اللعان ولا الفاحشة الذي Në themi me jamës i Zotit sallallahu alaihi wasallam nuk shante, nuk ofendonte, nuk fliste fjalë shëmtuara. ولكن إذا كان بيننا أناس مثل عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب كان يتكلم في هذا وما كان ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. Ka pas kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bora se Omeri fliqin prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi nuk i ndalonte. بل كان يؤيد قوله. Përkundazi edhe e forconte mendimin e tyre. ولكن لا يكون من أجل الإنسان يعني يتسلى بهذا. Ta nuk janë çështje që njeriu loz me ta. Po vëzë sikur safi i 17 ulet, safi 18 nuk ka për të bën. Kështu që ulën inshallah. Allah është shpërblet më të mirë. الإنسان إذا تكلم في شيء خطأ لابد يبين للناس بطريقة علمية كيف أن هذا الشيء خطأ. O vëzë, nëse duhet të sqarojmë gjëra, duhet të sqarojmë në formë shkencore. Pra nëse thuaj që nuk bën më shkupje teqja ke vorri, ke vendi mirë, po e diun atë tjetër duhet të sqarojmë këto gjëra me argumente që të jetin ta bindesh, nuk është kjo punë shkallë me ofendime atë tjetër. نحن من قبل كنا نذهب عند المكان الذي يذهب فيها الناس القبور وكنا نذهب ونتناقش معهم ونتناقش مع صاحب القبر بطريقة مؤدبة وبطريقة علمية. Ne thot shkojshim në raste të tilla, foshim me pronarin me të Zotin e varrit me fjalë. I floheshim, boshim debat në formë më të mirë, në mënyrë më të mirë. E këshillojshim atje atje. نقول الناس أنتم الآن واقفون هنا تقولوا لهذا يعطيكم شيء والله يقول لكم تعالوا ادعوني أستجب لكم هل تصدقون الله أو ما تصدقون؟ فكان بعضهم يقول والله نحن جئنا يعني سمعنا الناس يقولوا هكذا جئنا ننظر. I thoshim njerëzve që çfarë bën njerëz? Zoti thotë ardhen tek unë, lutem nuk mos më përgjigjem. Si shkon te ky që është i vdekur kështu. Sa për të thënë bashkë kemi dëgjuar njerëz që po shkojnë dënem se njerëz të tjerë. وأهل العباد يقبلون النقاش. E gjëra e mirë thonë është se shqiptarët e pranojnë debatin. نعم إذا تناقشت معهم هكذا نقطة بنقطة يقبل منك. Shqiptarët po debatosh me atë pikë me qetësi e pranojnë debatin. وإذا ما وجد الاحترام ووجد الاستهزاء لم يقبل منك كلمة ولا كلمة. E ti është i sigurt ose shqiptari nëse nuk gjen prej teje to respektin, nderimin, nuk pranon prej teje asnjë fjalë, edhe nëse ti çdo gjë që thua vërtet. شيخ الإسلام تيمية كان قد يتكلم مع بعض الناس وهم ضده وكان يجلس يتناقش معهم ثم يرفض ما يخطئ عليه. Shehul Islam Taymija thotë për shembull, në rasteve më të bukura thotë kishin kundërshtarët, armiqtë e tij, ju pristen në formën më të mirë, në rëndësi me butësi dhe i lindë të ikte. والرسول صلى الله عليه وسلم ثم قابل اليهود ما كان يشتمهم في وجههم ولا يقول لهم كذا، كان يقول له يا محمد إن الله سبحانه وتعالى خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول للصحابة نعم هذا القول صحيح من عندهم، يعني يؤيد الشيء الصحيح الذي عندهم. Thotë, pejgamberi sa herë takoi me çifutët në Medinë.
nuk ka ndodhur ndonjëherë që ti shaj apo ti ofendoj. I humb pra, hebrej. Ose ka pas raste që në prezent pejgamberi thoshin që Zoti bën këtë gjë çështë pejgamberi thotë po kjo është e vërtetë. Çifut, po kjo është e vërtetë me fjalë. Po fi mawqi akhar qul la'an Allah yahud wa nasara takhudhu rabbi al-masajid. Po në vend tjetër thoshte mallkimi Allahu qoftë për gishterët e çifutën se vonat e profetëve dhe njerëzve të mirë këtyn në vend e adhurimit. فالإنسان يعني ما يأخذ هذا الأمر على باب الاستهزاء. Kjo gjë nuk duhet marrë për tallje, po duhet marrë me seriozitet nënt, se i thon shirk, i thon tauhid. Je kur fatë në fem. Pyetje, thot hapja e gojës ose temja në gjumë, a është magji? Je kur ta në fem, هذا عارض العين أكثره عارض العين. إذا كان بالاستمرار يكون عارض العين عارض العين من الطعم كيف؟ تكرير. لا شيء طبيعي. O vëllezër tonë, nëse hapja e gojës është normale për lodhjes mundit të tjetër, kjo është normale. Ama nëse nuk është normale, mësaponisht është shenjë për shenjave të ngrënit në sysh. وخاصة إذا قرأ القرآن وقت الصلاة. إذا قرأ القرآن وقت الصلاة إذا أشعر بهذا هذا عارض. Sidomos nëse lexon Kur'an gjatë namazit, edhe mi vjen i hapet goja do të thotë se është çështje në syshi. Thot kam parë në ndër që po më bëjshin në rukje, por unë nuk pranojsha. I thosha nuk kam nevojë për rukje dhe më hapën dhe më kapën dhe po më bëjshin rukje. يقول رأيت في المنام أنهم كانوا يرقون الناس ولكنني ما كنت أقرأ قلت كلهم ما عندي حاجة للرقية يقول مسكوني وقرأوا علي رقوا mos mendon për këtë çështje, mos e bëjmë radhë, mos mendon për këtë. Po nuk e çaj. A që më thotë me sigur nga kjo sigurje, po të thënë vetëm një shenjë, kur buri më tha do vemi në xhami se ka ardhur një sheh arab, mua më shkoi mendja te ti se ju më keni bërë rrugje nga telefoni para 4-5 vjetësh. A është me shejtanit apo ndjesi? تقول تعطى هذا الشيء هذه الأعراض أعراض المرض يقول شيء يعني لما زوجي قال نذهب إلى المسجد نجاح الشيخ عربي يعني فكرت فيك لأنك رأيتني قبل 5 سنوات عبر الهاتف في هذه من الشيطان ولا ايش؟ Tradita ime është thonë nuk lexoj nëpërmjet telefonit. Pra nuk është ky shehu, ai shehu. Selamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Gruaja ime thotë shikon ëndra që pastaj ndodhin në realitet. Dhe kjo ndodh shumë shpesh. A është në një formë magjie kjo? Sepse kjo gjë po e përkuron, Allah shumë mirë. E kur e sheh zonë ti shoh rruja, ta rruja në Menam, të kur edhe vija në Menam, ja sobenati, e kur i fushej dhe në atë kanë gjatë të them, kur më na shej ja sobenati. Hadi arab mesaj. Thotë kjo është shenjë prekjes prej djajve për shejtanit, ose është kjo gjithmonë. Thotë vllai në pyetjen e tij do të përkthyer shqiptanë. A ke parasysh atë që peshon diçka natën, duke si po të merret fama, keni parasysh atë? Zgjidha, sonë.
Po vëzër po shehu, është çështja e erkarve dhikrit të gjumit thotë. Dhikri I gjumit, përmendja Allahut para gjumit. Sa mendoni ju se është dhikri I gjumit, I gjatë? Sa mendoni do më shumë se 20 përmendje të Allahut para gjumit? في الأشياء الصغيرة مثل آية الكرسي وخواتم البقرة وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه أشياء صغيرة. Ka gjëna të vogla ato dua të vogla kelimat e Allahut Tamati, funi I Bekares ajeti kursi, dhe surat e Qul huwallahu falaq nas kanë gjëna të vogla thotë. وفيه سورة الفلق. Ka sura Mulk, sura Tabarak al-Ladhi, سورة السجدة. sura Sajda, وفيه سورة الإسراء. sura Isra. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam bonte këtë gjë. ونحن ما نفعل هذا. Ne do të japojmë ato të vogla. نحن أخويا خير منكم. Ne s'kemi nevojë do të gjëna të vogla do të dalim banë. فأكثر الناس تجده يعني عند النوم ما يذكر الله سبحانه وتعالى ولو أنه قرأ آية الكرسي أو قرأ خواتم البقرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأها في ليلة كفتاه. O vëllezër thotë, shumica për nesh thotë as ajet kursi nuk e lexojnë. As fundin e Bekares nuk e lexojnë. Ajetin e tmerr. ما تأخذ منك دقيقة. As 2 minuta nuk morën prej teje, se sej. هذه الشياطين الإمام ابن القيم يقول الشيطان ما يترك الإنسان حتى في نومه يأتيه بمثل هذا. O vëllezër, të çfarë është kjo thotë? Kjo thotë është ngasmim për shejtanëve. Shif çaj nati dhe urrejtë ka djajt për njeriu. As në gjumë nuk e lënë vetë gjumë rahat. لهذا طول الوقت أنت في ذكر لكن عند النوم تقول هذه الأذكار حتى الله يحفظك. Për këtë arsye njeriu vazhdimisht e përmend Zotin. Kur njeriu flet gjumë, thotë që Zoti ta ruaj kur ai nuk ka mundësi me përmend Allahun xhalla xhelalu. Një motër muslimane dhe një vajzë që I kanë bërë magji, ajo vjet litar, myen I thyet shumë fytyrë dhe ka gjakderdhje me kohë zgjatje për 3 javë. Ajo ka filluar të falë namaz për familjen e ka jashtë Islamit. Të kulluft muslime عرفها صحروها وهي تتقي حبل وهذا الحبل يعني معقود عليه ويكون ينتفخ أوضاجها وعندها استحاضة يعني أو يعني حد يستمر 3 أسابيع. الآن هي بدأت تصلي ولكن عائلتها خارج الإسلام كما يكون نصيحة. Pyetja cila ishte këtu me fjalë? Na tregoj një ngjarje nga jeta. Thuaj cila është këshilla jote në këtë rast? Këtu është obligimi I motrave muslimane që mësojnë për raste të tilla që të qëndrojnë pranë motrave të tyre. أذكر قصة لامرأة داعية في إمريكا. Kujtoj një rast të një motre besimtare thirrse në Islam në Amerikë. فجاءت مرة تخبرني تقول لي حدث عندنا في المسجد هناك أن بنت عمرها 17 سنة هكذا فجأة صرخت وأصبحت تجري في المسجد. Më tregoi se erdhi tonë për një vizitë dhe më tregoi o shefi ka thënë atje në xhami në Amerikë na ka ndodhur një vajzë 17 vjeçare pa pritur pa kujtuar filloi të bërtiste, filloi të lëvizte, bonte lëvizje të çuditshme. قالت فأمرت كل الأخوات الذين اللاتي كنا في المسجد قلت لهن الآن كلكم نقرأ سورة الفاتحة وهكذا كلنا نقرأ على سورة الفاتحة. O tash motrave thotë që ishin në xhami o motra tani siç jina të gjitha do të fillojmë surën e Fatiha dhe surën e Bakara. Surën e Fatiha vetëm. فكانوا يقرؤوها ويكرروها يقرأ الكرر حتى صرخت وقامت ما في شيء في نفس الوقت. Thotë vëllezër e kanë lexuar pa ndërprerë derisa bëri një klip edhe u shërua falënderimi qoftë Allahu xhënë xhënë. Edhe duaja pa ndërprerë. والله لا نبخل على إخواننا وأخواتنا من مشورات الدعاء. O vëllezër, pash Zotit thotë, mos tregohemi kopras për vëllezërit e motrat tona të prekur me këtë smundje me dua. Ti lutemi Zotit xhënë xhënë për to, që Allahu të shërojë. Disa njerëz shkojnë tek disa hoxhallar që merren
me xhin dhe besoj se i bëjnë mirë dhe këtu Shqipni besoj shumë në vendet e mira të heqe dhe ka për atyre që falin 5 kohë namaz të Allah është shpërblet. Pyetja cila është? E profit për të babën nëse në shumë në aula e shumë, për shalaj, në të dinën e kamë në të gjamë, au një afe të dunë në të zavijat, هي اشياء طيبه بلا تمام ما نسي والله ما عندنا نصلون يعني نحن نقول ماذا الحلال بين والحرام Vëllezër ne do të thonë vetëm një gjë, halali është i qartë, e lejuar është e qartë dhe harami është i qartë. وهذا شيء نحن نسأل عنه يوم القيامة الله سبحانه. E për këtë punë do të pyetemi përpara Allahut xhalla xhelalu ditën e gjykimit. قد يثبت الإنسان في أمور من السنن أما أمور توحيد العقيدة ما نثبت. O vëllezër, njeriu mund bjerë sunete, nafile, por nuk mund bjerë çështjet e tauhidit dhe të shirkut. تغير الإسلام في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد بسبب ماذا؟ بسبب انقطاع العلم وأهل العلم. بسبب الشرك. O vëllezër, ka ndodhur çudia në çështjet e fesë të këto vende dhe vende të tjera islame. Çështje nga më të habitshme. E di pse? Se nuk ka pasur dietar dhe njerëz që japin dijet saktë. حتى تركيا التي كانت منار الإسلام تغيرت. Edhe Turqia thotë që ka qenë drita dhe menarja e Islamit ka ndryshuar çdo gjë në të. وهكذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب بلاد دوس نساء دوس على ذي الخلصة يعني حتى يرجع الناس يعبدون الأصنام بالقبور. في جزيرة العرب. Pejgamberi Zotit sa ose ka lajmëruar për këtë kur ka thënë se nuk do të bëhet kiameti derisa të kthehen edhe një herë adhuruesit e idhujve siç kanë pas adhuruar më përpara Zotin e Armë. في العالم في السعودية. Nëse ndodh kjo, nëse bëhet fjalë për vendet e gatishullit. يعني لا يظن الإنسان بكلامي أني يعني نقول الناس كلهم على الخطأ، لا أنا أقول الشيطان ما يضل أحد. Do me thonë me këtë që shejtani nuk lën rap njëri. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطريقة الصحيحة في العلاج ولكن كثير من الناس ما عرفوها وكانوا باقين على الشيء الذي يتعلمونه فالشيء الصحيح في هذا نقره والشيء الخطأ لا نقره. O vëllezër, mënyra të shërimit janë shumë, po diçka për aty është halal dhe diçka është ndaluar. Halal do ta pranojmë, do ta vazhdojmë, e atë që është ndaluar do ta ndalojmë, do të themi që është e ndaluar. عندما كنت هنا في ألبانيا كنا نأخذ بعض الناس بعض التمائم ونقول لهم نفتحها وننظر ما فيها فكانوا هم يضحكون عندما ينظرون فيها. O vëllezër, do të më ndodh shumë herë në Shqipëri, kur kemi qenë në foto, i meshën dhe jashtën muskat, kur atë tregojshin njerëzve çka ka bëu hoxha aty qeshin njerëz do aty. وإذا وجدنا الآن هذه المسكات سترون فيها العجب. E nëse do të kemi në një muskë të ta para se do t'ju do të shihni çudia atë. أي والله امرأة كانت تشكو من صداع في رأسها وكان يأتيها شيطان دائما فقالت لو شفيت سأترك هذه التمشيط. Na erdhi thonë një grua që kishte dhimbje kokë të çuditshme thotë. E majte muskën në vete. I vite erdhi ke shefu dhe i tha, po të shërohem nuk të ta humbë atje. أخذتها منها فتحتها والله فارغة. Pasha Zotit thotë, e mora hapa ishte poshtë fare. ورأتها بنفسها. E pa me sytë e vetë. قالت والله 15 سنة أنا معلمة. Tha pasha Zotit ka 15 vete shef që e majnë qafë. أعطيتها شريط القرآن للشيخ العلمي كان سورة ياسين والصفا قلت لها اسمعيها هذه 20 يوم وترجع جاءتني والله بعد 3 أيام قالت رأيت مثل الكرة مثل لها هكذا تحترق وذهبت في كل شيء. I thash thotë i ka send në surën Yasin edhe surën Safa, edhe i thash gjoje 20 ditë hajde mas 20 ditësh. Me erdhi thotë mas 3 ditësh, thashë pasha Zotit pash nisi lëmsh të zjarr që po digjen, edhe tani nuk ka mas ndonjë problem. فيعني هذه الأشياء التي في التمائم نحن ننظر فيها ولكن غالبا ليست صحيحة. O vëllezër, përgjithësi pavarësisht se muskat janë etj përgjithësia aty nuk ka, do të thonë vetëm se ose bosh përgjithësi ose gjëra që janë jo të ligjëruara. لو قلنا أن التميم مكتوب فيها آيات أو سورة هي أكثر أو هذا المصحف الصغير الذي بين أيدينا. المصحف الصغير الذي يكون بين أيدينا هو أكثر منها. ولن ينفعنا نحن نحمله في جيوبنا وطلاب يحفظونه ما ندرى عنه بلاء إذا وقع البلاء. Nëse do të thoshim
që nuska ka disa ajete kuranore. O vëllezër, kush është më shumë Kur'an? Nuska që mund ketë disa ajete kuranore apo Kur'ani i vogël që mund të marrë një xhep? Padyshim Kur'ani është i tërë, pavarësisht se është i vogël. Thonë nëse Kur'ani i tërë nuk i bën dobi njeriu, si mund të bëjë dobi me fjalë se po mbar diçka në qafën e tij të varur. ضربنا مثال من قبل في مسألة هذه المسائل قلنا الإنسان إذا عنده مسدس هكذا وجاء السارق يسرق هل يقول أنا انظر عندي مسدس ما أعجبه في رقبتي يقول انظر يا سارق؟ لا لابد أن يذهب يستخدمه وهكذا القرآن نحن ما نأخذ القرآن نضعه في جيبنا ويأتي الشيطان نقول له انظر هنا عندي أنا عندي هنا لا أنا أقول له أعوذ بالله منك الله لا إله إلا هو أعوذ بالله من كذا لابد نفعل يكون هناك فعل. Në tjera në thotë një shembull nga jeta, se dikush e ka një armë varur dhe vjen ai lutin në vjet ose me i pa dama. Thotë gjos e ka varur. Ose e vendor të pres. E vendor pres do një pa vëm të lada. E na i vjen dhe po të ta punën ai bjerë. A u po të si po të vi. Kështu thotë, duhet më përdor, mos e përdorë. Kështu do puna Kur'anit do, pa marrë. E i du shejtanit të gjallë, po shejtanit ka fukje xhepi. Po së rujtë, po së mbrojtë, s'ka përbasë si ta. Thotë kjo motra më pyetje në saj kam një infekcion të rënd në kockën e dhëmbëve, i cili më ka kryer kockën dhe është ulur shumë nivelli i kockës. Me doktori më ka shpjeguar që është operacion i vështirë dhe ky infekcion vazhdon mbrojtjen. Ka parë një ëndër që disa njerëz ishin rreth meje dhe vërtetën ata u munduan të më mbanin duke u munduar të më bënin keq, bashorti im arriti të shkëputej, ndërsa unë ngela në mesin e tyre dhe ndeka dhe ndjeja marrja frymën në anë. عندي اجتهاد في عظم الأسنان ودائما يعني الأطباء يعني يخدشون العظم حتى الأطباء ما يعني يستمرون هذا الاجتهاد يستمر وهم يستمرون في خدشه حتى يكون عظم الأسنان بدأ يصغر حجمه. تقول رأيت في المنام الناس كانوا حولي وحول زوجي هم أرادوا يعني أن يفعلوا بنا شرا زوجي انفلت منهم أما أنا بقيت فيما بينهم وكنت أستمع وأنا يعني في المنام تنفس. Nëse i njeh këto njerëz që mund të jenë ndoshta edhe për të afërm me të saj, kjo tregon se është shenjë për shenjave të syut, pra për të ngrënë në sysh. Marrë shiri të pak në Islam. Edhe 5 minuta do të shefu dhe do të mbyllim inshallah taala. Në gjithë pyetje që kanë shkruar qartë. Ku është dallimi ndërmes vesveseve që i vijnë njeriu nga shejtani dhe prekjes ose ndikimit të magjisë? يقول كيف أو ما الفرق بين الوسوسة التي يأتي الإنسان من الشيطان والفرق بين الوسوسة والمس أو تأثير من العلم؟ كل هذا ويقع في السحر أيضا. كل هذه الأمور تدخل في مسألة الوسوسة يدخل فيها الحالة النفسية ويدخل فيها إصابة المس ويدخل فيها العين ويدخل فيها السحر. Gjitha këto gjëra o vëllezër, të gjitha këto gjëra ndodhin. Dhe ai që e ndan mesela në këto çështje është leximi, rukja. Rukja, ai që është marrë me punë, është në salonin e dallohet, është gjendje shpirtërore, gjendje nervore, sy, magji, prekje.
alergjia si mbas analizave mjekësore nuk I gjendet shkaku, ata të bëjnë magji. Hipertensori I gjakut. Alergjia që si mbas analizave të gjakut nuk I gjendet shkaku, edhe hipertensioni që s'ka shkak me analiza shkak mjekësor, edhe kanceri, nëse për kancer bie që s'ka shkak, a kanë lidhje me magji. Është pasasije, التي لا يوجد لها حل طبي. Alergjia që nuk I gjendet shkak se mas mjekësisë është sy. يقول والضغط الذي لا يوجد له سبب. Sy. Edhe hipertensioni që nuk ka nuk gjendet shkaku sy. Kur sa pa. Nëse kanceri që ose nuk është shkak fizik, pra prishje gjyqyre është shumë, thotë më shumë është sy ose magji. Më shumë sy ose magji. E kemi parë të gjitha këto. Që ka magji nuk ndjetë nësinë e besimit, si me parë, çfarë duhet dhe për forcimin e besimit. Personi që ka magjia mund të mbetet shtatzën, الشخص الذي مسحور إذا لم يشعر بلذة الإيمان كما كان يشعر من قبل ماذا يفعل؟ يصبر ويستغفر الله كثير ويشهد في الطاعة هذا يحدث حتى للإخوان Odo vëllezër, nëse ndodh kjo, ose motra kur shoh pyetje ose pyetja, të shtoj adhurimin. Të shtoj adhurimin. أو بمعنى آخر كما كان يفعل الصحابة والسلف الصالح كان إذا فاته مثلا قيام الليل أو فاته شيء يقوم يصلي بالنهار مثلا أو يفعل شيء هكذا مثل العقوبة. O vëllezër, Allah të bëjë si shbojshë selef. Nëse ikte për shembull namazin natës e kompensonte me 104 ditën, nëse ikte me agjerim nafile, kompensonte me ditë tjera, pra ndëshkonte veten e tij dhe edukonte veten e tij për adhurimin ndaj Zotit xhalla xhelalu. ونحن نقول ناشد الإخوان دائما نذكرهم ووجدوا فائدة في هذا أن الإنسان إذا وجد عنده تقصير في شيء أو ما يشعر بشيء يقول اللهم من أجل هذا الشيء أصلح يعني شيء ما أشعر به أنا سوف أصلي مثلا 10 ركعات سوف أقرأ مثلا بقرة مرتين وهكذا يرفع صدره الشيطان عندما يسمع يقول شوف نحن نفعل معه شيء وهو يفعل شيء. Thotë vëllezër, thotë ne kemi provuar me vëllezër të smur atje në vendin tonë. Kur kanë pas probleme të tilla e kemi thonë thuj në zotar, ose thotë me që po mblot kjo gjë, që nuk po ndihem përsinë e imanit e tjerë, do të thuj o Zot, me që unë ka humbur kjo që unë ndjesh atje, po më lexu 3 herë sunë në bekare, po më fal kaq rekate, çfarë thotë që shejtani do të djaj, do ta gjeni një duke po këtë lloj zotimi për Zotin e tij, kam të rasra, kam të shtu. Tani يمكن المسحور Pyetja tjetër ishte a mundet që një grua që është bërë magji të mbesë shtatzën, po mundet të mbesë shtatzën? حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ننتهي منه وضوء مسحورات شديد حملت الأول وشعرت بالآلام والشياطين يتكلم وسنفعل غيره وسنفعل وضعت وحملت بالثاني والآن بالثالث. Nëse ka po Zoti ynë për thotë në din, atë nuk mund ta dëmtoj asgjë. E pas rasta do të motrave muslimane thotë, që ka qenë në magji. E I kanë folë që do ta mbysim, do ta bëjmë, do ta portojshë ku dëgjon etj. E ka lind parën në dhimbje me probleme gjatë 6 stacionisë etj. Thotë ka lind dytin, tani është në tretin. يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم كل يجتمع في السماوات والارض على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. Po vëllezër, do të bëjmë sa ka thonë se për gjithë banorët e qiellit të tokës, ti bën një për të bëj keq, nuk mund të bëjmë keq vetëm se çka ka shkruar Zoti xhalla xhelalu për të. Nëse do të lidhëm me bëjmë mirë, nuk mund të bëjmë mirë vetëm se çka ka shkruar Zoti xhalla xhelalu për të. تفكر في ساحر ولا شياطين ولا Mos mendon kështu thotë për xhin apo shejtan apo magjistarët, ti ke punë me Allahun xhalla xhelalu. أنت على طاعة الله الذي يصيبك لم يكن ليخطئك. Ti bindë Zotit sa është të natë nuk ka pas se si mos më të natë. والله حتى لو بدون سحر ما كان تحمل. Ka rast do që pa magjis ka pas më shtatzën, nuk është problem. وكلنا رأينا بعض النساء ما فيهم سحر وما فيهم شيء.
A nuk kemi parë në rast të motrash muslimane që s'ka magji, po s'besë shtatë zemra. Se Zoti thonë e bën këtë dojë steril. فهذا الله سبحانه وتعالى جعله فقط بهذا السبب هو الذي أراد من الله سبحانه وتعالى. Mund të ketë rast për shkak të magjisë dhe mund të ketë rast se s'ka magji hiç. Ka deri Zoti të caktuar. ولكن أختم بقصة هكذا. Po vëllezër, unë nuk do të friksoj, po do ta mbyll me një ngjarje. كنت في محاضرة في جنوب السعودية. في محاضرة في جنوب السعودية. Po maja një ligjërat në jug të Arabisë Saudite. وكان اليوم الثاني يوم جمعة وضربت بعد المحاضرة خطبة الجمعة في السجن. بعد خطبة الجمعة في السجن. Thot shkova pastaj të mbaj ditën e dytë një khutbë pra ligjërat në xhumas në burg. فقالوا عندنا هنا شخص فعل شيء ونظنه مسحور. قلت لهم ماذا فعل؟ قال هذا رجل أكل زوجته. Thot, më thanë për njonin aty o sheh, a do të unë një aty, se ka vëzër që pëzjatë të shumë të emra, pa unë në që. A ke falë, Zotë e falë. Bindun. Thonë o sheh, masimata thonë në gjumas të të burg, më thanë o sheh, kemi njonin të tha që është smu. Më duke se ka magji. Se që ka thonë? Thotë sheh, ka thonë që ka ngrënë grunë e ti. قلت لهم كيف؟ قال هشها وشعرها خرجه وفكها فكه. Po thash po pse kanë ngrënë, po si. Ja çdo, ne ka marrë për flokësh, ka punuar, ka ndarë në tre pjesë. قالوا تريد أن تراه؟ قلت لهم نعم وكان عندي هكذا قليل نفس كيف يكون شكل هذا الرجل؟ Më thanë sheka, do me pa këtë tipin? Po po thash po më thonë dhe do shumë shkatër. فجاءني شاب سبحان الله يعني نحيف وشكله فيه الأدب وفيه الخير وفيه الدين سبحان الله. Merdi thot një çuni dobë, thot i ri, thot duke që ai kishte feja, adhurim bindjen ndaj Zotit xhallahu. جلس بجانبي وقلت له اعطيني القصة ماذا حدث؟ Ai më afër meje thot, i thash, më trego çfarë ka. سألته وقلت له تعرف في الإنترنت شيء؟ قال نعم. E pyeta thot, i thash, ke gjë, i futesh gjë në internet? قلت له تدخل في هذه المواقع التي ليست جيدة؟ قال نعم. Thash, mos e fut gjë në ato website që janë jo të mira? Tha po. قلت له تشعر شيء في جسمك؟ Thash, ndjen gjë në trupin tënd? قال قبل الحادثة ب4 أيام أو 5 أيام قال شعرت بشيء دخل هكذا في جسمي. Thot 4 ose 5 ditë, مثل الهواء والريح. do të 4 ose 5 ditë pas të ndodhte kjo ngjarje, unë ndjeva se diçka po fut në trupin tim, si tip erë, si tip. وهو يصلي ويصوم من أهل الطاعة. Dhe ishte për atyre që falen, agjërojnë për atyre që adhurojnë Zotin xhallahu. كلنا ذنوب ومعاصي. Gjithë ne obezë me kapat dhe me gjuna. فلهذا نحن نقول دائما نفتش على أنفسنا. Për ta arsye themi kontrollojmë vetët tona, analizojmë vetët tona. لا نفتش على أنفسنا من وقت الالتزام، لا نفتش أن هذه أخطاء قديمة قد يحاسبنا الله عليها الآن في الدنيا قبل الآخرة. Po vëllezër, mos mendojmë vetëm kur jemi kap fort në fe, se mund kemi gjëra që i kemi edhe kur jemi fort në fe dhe nuk kemi qenë rregulluar mirë etj dhe Zoti do ndoshta për ndeshje të lajmë një tek kësaj bote para se më shkojmë herë. بعض السلف يقول كنت يعني يصيبني بلاء قال فأتذكر ذنب قبل 20 سنة وقبل 40 سنة. Na njëri për kurave të hershëm presidente thoshte ndodhte diçka dhe nuk kujtojte një mëkat që kisha bërë para 20 vjeç ose para 80 vjeç ose para 40 vjeç. نعود لقصتنا قال هذا جلست مع زوجتي تلك الليلة وتكلم معنا كلام وأخبرني بهذا الكلام كلام عجيب كلام فيه عاطفة ومحبة وكل شيء. Thot atë natë ula me bashkëshortën time dhe më tregoi çfarë kishte fol. Fjalë tonë ka thot buta, dashuri e gjitha. قال ثم قمت لأصلي. Pastaj thot u çova më u fal. وضعت كوفية في رأسي قلت هذه صغيرة وضربت هذه في أفضل منها مصلحة أخذ واحدة Thot, edhe fillon të thot, marrë i takije me vën kokës për që jo vuna i tjetër, kështu më radhë. جاز جدي تقول لهم ماذا تصنع؟ قالوا أريد الصديقات إننا غدا العمل خلاص تعالوا. Erdhi gruaja dhe i tha, çfarë do të bëj? Tha do më fal. Tha leja se nesër kina punë për të lodh.
شيء يقول لي يعني لابد أن يعني تعضها من هنا حتى يعني تظهر لها محبة كثيرة. قال فوجدت نفسي أخرج هذا أقلعه قلعا. Thot, kur shkova në ushtri, thot, masa nuk u fal, edhe shkoj. Thot, diçka po më thoshte që kape këtu me fjalë, po kape fort që të tregosh se e do fort. Edhe e kapa, thot e kapshova e hoqja. قال وأراك تعض في يده هي تعض قال ما أشعر بشيء. هي تعضه يعني شعرت الألم تعضه وتتركها فتعضه هنا حتى يتركها قال أنا ما أشعر بشيء. Thot, kur e pa dyra këtë gjendje me fjalë kishte hangur ndorë që ta lëshonte me fjalë ta linte, mos nisha asnjë gjë. قال هكذا مثل حين قال افتح فما هكذا أو ينكسر هكذا في. Nuk e di thot se çfarë ndodhi. Unë e hapsha gojën dhe u ndajtë në dy pjesë. شعر في يده دم هكذا في لحظات كل شيء. Çdo gjë që kishte dhënë pa ndonjë disa çaste. Në disa çaste, nuk sa ma gojën kokën do të ndan dy pjesë gjaku, flokë. الإخوة الذين في السجن يقولوا يعني عندما نظرنا قلنا يعني ما رأينا مثل هذا. Të shokët e burgut thoshin kur kemi parë njëri në fjalë thoshin s'ka si ky. فقلت له تشعر بشيء في جسمك؟ قرأ عليه قال نعم أشعر في ظهري وكذا. قال إلا أني أنا كل يوم الآن أقرأ سورة البقرة مرة أخرى. Kur fillova me lexuar tash ndjen gjë, tha po ndjen do ndjerën ndesë shpinën kështu, por se tani unë kam arritur një fazë që lexoj surën al-Baqara një ose dy herë në vit. فقلت له ما حكم الآن هل سيكف عنه وعنه شيء؟ قال لا محكوم عليه بالجنة. Pyet ato atë, pyet ato burgu thot. Me që u mësua gjendja e tij që ka qenë në gjendje të tillë domethënë, ato të lehtësohet dënimi, thamë jo, ai është dënuar me ekzekutiv. هناك أشياء كثيرة الإنسان ما يتنبه لها ولكن قد تضره. Në disa gjëra që njeriu ndoshta nuk mund të kushtohet në ciklin, po mund ta dëmtojnë ato. فلهذا الإنسان دائما يمشي على حذر. Për këtë arsye njeriu gjithmonë duhet të ecë me kujdes, ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى بحكمة. të sillet me Zotin me kujdes. تلعب مع كل الناس لكن لا تلعب مع الله. Ti mund të lodhësh me njerëzit, por me Zotin nuk mund të lodhesh. ولكن الذي يحدث من أكثر الناس العكس. Ajo që ndodh me njerëzit është e kundërta. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا في مستقر رحمته وفي دار كرامته. Nësë Allahu xhalla xhelalu në emrat e tij të bukur, me atributet e tij të larta, siç na ka mbledhur në vend, na mbledh në vendet e mëshirës së tij, xhenetet e tij. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد السحرة في نحورهم وأن يكفينا شرهم وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا. Nësë Allahu xhalla xhelalu që kurthat e magjistarëve të kthejë kundër atyre, nësë Allahu xhalla xhelalu të shkatërrojë me gjithë e tyre, nësë Allahu xhalla xhelalu që të vendosi armiqësi dhe luftë mes tyre. وأن يشفي كل مسحور وممسوس ومحسود. Nësë Allahu të shërojë çdo njeri që ka magji, çdo njeri që është i prekur nga xhin, dhe çdo njeri që është i prekur nga të ngrënë të sysh. وأن يصبرهم ويعظم أجرهم. Nësë Allahu që atyre të japë durim, e t'ju ashtojë shpërblimin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أننا عندنا دورة بهذه الدورة سبحانه وتعالى أن يكون هناك دليل للسحرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر السحرة من هذه البلاد من كل بلاد الإسلامية. Ne kemi nisë një kurs në Elbasan për këtë punë, edhe do Zotin që me ata njerëz që do dalë prej këtij kursi, Zoti të zëvendësojë të gjithë ata që merren në punë këqija, gjithë magjistarët me njerëz të mirë dhe të devotshëm që i frikësojnë Zotin dhe që punojnë në Kur'an dhe në Sunet. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والذي استمع يبلغ ما سمع. Allah është shërbim më të mirë që ishit kaq më mendshëm dhe durueshëm, ai që dëgjoi të tjerë argumente dhe të mësoi atyre që nuk ishin prezente. Allah është shërbim më të mirë, Zoti i nderohet.